Do të diskutojmë sërish në lidhje me hapjen e tunelit Murizit pak momente më vonë, pas rreth 15 minutash do të hapet zyrtarisht tuneli Murizit që plotëson njëkohësisht të gjithë rrugën e Arbrit, e cila ka një gjatësi për rreth 74 kilometrash dhe njëkohësisht do të jetë një lehtësi e madhe, do të lidhë më shumë Tiranën me qarkun e Dibrës. Kemi në linjë të drejt për drejt në Skype prefektin e qarkut Dibrës, zotin Nexhbedin Shehu. Zoti Shehu, përshëndetje, mirë se erdhët në studion e televizionit Skan. Dhe pyetja më natyrale që mund vi është si do ndikoj hapja e këtij tuneli që përjedhoj edhe të gjithë aksit të rrugës Arbrit në zhvillimin e zonës. Si që shifni edhe ju sot është një atmosferë festive në dy anët e tunelit. Qarku i Dibrës për i vitesh e ka pas ëndër hapjen e kësaj rruge, edhe sot finalizohet me tunelin e Murizit, finalizohet mbyllja e gjithë punimeve në aksin nga Tirana në Peshkopi. Peshkopia ka rreth bashkë me Siqat, me Burrelin dhe Bulqizën, ka 170.000 banorë, po ka që ose më shumë ka edhe lugine e Pollogut dhe Dibre Madhe, dhe është një popullsi rreth 300-400.000 banorë që kanë akses pra një rrugë shumë më të shkurtër për ta në Tiranë. Kuptohet kjo është një ëndër e këtyre banorëve që bëhet realitet sot dhe patjetër do ketë impakt të madh në zhvillimin e qarkut, por edhe më tej si në turizëm, në ekonomi, në bujqësi dhe të gjitha fushat e tjera. Gëzimi i këtyre banorëve është legjitim, po. Po, zoti Shehu, gjithmonë në shërbim të banorëve do të jetë kjo rrugë, por njëkohësisht mjaft rëndësishme janë edhe bizneset. Ne diskutuam herët edhe në studio, ndikim do të ketë në turizëm, në bujqësi, në burimet natyrore që ka zona e Bulqizës. Pra, si pritet të zhvillohet në këndvështrime ndryshme kjo zonë? Po, ne jemi shumë optimistë, rruga e Arbrit që sot të inaugurohet do jetë një ndihmë e madhe për të gjitha bizneset, që shtam edhe për turizmin, por edhe për burimet natyrore. Bulqiza është zona më e madhe këmbëmbajtëse e vendit ndër më të mëdhejat në Evropë. Kuptohet krombi tek ne një pjesë përpunohet dhe një pjesa më e madhe eksportohet jashtë shtetit, pra transportohet me kamion në drejtim të Durrësit. Rruga është shumë më e shkurtër, gati përgjysmohet nga Bulqiza në Durrës. Po kështu edhe në sektor tjerë është kuptueshme, është e mirë pritur shumë shërbim të qarkut të Dibrës. Edhe një pyetje, zoti Shehu, në lidhje me ndërlidhjen me Maqedoninë e Veriut, gjithçka është rruga pra është gati për të aksesuar edhe Dibrën e Madhe, Tetovën, zonat që janë në kufi me Shqipërinë, por që janë shqiptarë. Në dinin time, edhe nga Dibra, nga Gostivari, po ecën në drejtim Këshovës, edhe në dinin time brenda aktivitetit dhe ato dhe ke rrugën nga Këshova në Izvorën, Dibrën e Madhe, pra është një rrugë më e shkurtër me standarde më të mira, për arsye se rruga e Grykës nuk është standardet e rrugëve tjera, po brenda aktiviti edhe zona e Tetovës e Gostivarit deri në Shkup do të kenë akses më të shkurtër për Tiranën dhe Durrësin. Po. Kryeministri Rama, zoti Shehu, tha që kjo rrugë do të jetë pa pagesë, në mënyrë të veçantë tunel, ju referua eksaktësisht tunelit. Është pritur mirë ky lajm nga bizneset, nga banorët? Ne kemi ditë që rrugë pa pagesë kur është nisur. Rrobot me legët e taksapaguesve shqiptarë dhe s'ka arsye. Shtojmë llafi që në hapë nuk e di nga kush, rruga është pa pagesë që kur është projektuar. Edhe nuk kemi pas dyshim asnjëherë që rruga do jetë me pagesë. Firma do marr rrugët në sipas afateve, siç ka bërë kontratën, edhe është bërë me taksat e taksapaguesve shqiptarë. Kjo është e qartë. Zoti Shehu, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan. Pas pak do të zhvillohet edhe ceremonia. Gëzuar edhe ju ditën e verës sot. Sot është gëzim i shumë fish. Kemi edhe ditën e verës, kemi edhe hapjen e rrugës tunelit të Murizit,
të gjitha bashkë. Faleminderit. Faleminderit gëzuar, zoti Shehu, patjetër është një fest e dy fisht.